Dhe do të vijojmë edhe me mbështetjen e policisë dhe institucioneve tjera të sigurisë, me pajisje të specializuara bashkëkohore, do të avancojmë njësinë e dronëve dhe antidronëve, sepse na nevojitet ta mbajmë hapin me zhvillime teknologjike në mbrojtje e në siguri, në mbikëqyrje të kufirit dhe po ashtu në respektimin e të drejtave të qytetarëve gjithandej. Për ushtrinë tonë, në 4 vitet e ardhshme do të ndajmë buxhet mbi 1 miliard euro. Pra, mbi 1 miliard euro për ushtrinë, mbi 1 miliard euro për prodhimtarinë dhe 1 miliard euro shpenzime kapitale së paku për çdo vit në mandatin e ardhshëm. Do ta thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin ndërkombëtar bilateral dhe multilateral me shtetet anëtare të NATO-s drejt antarësimit, do ta funksionalizojmë fabrikën e municioneve dhe industrisë ushtarake të Kosovës, e përveç dronëve Bayraktar, TB2 Bayraktar dhe Skydagger nga Turqia dhe dronëve Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lloji 4 i dronëve që synojmë është dronët që do t'i bëjmë vetë, pra made in Kosova. Do të krijojmë njësinë ushtarake të përbashkët me forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Do të bëjmë rekrutimin e kadetëve të ri me një ritëm edhe më të shtuar. Kemi më shumë se 2 fishim të numrit të ushtarëve në forcën e sigurisë Kosovës, por synimi ynë është që brenda mandatit të ri të kemi 1000 gra e vajza ushtarake, pra 3 fishim të asaj çfarë kemi aktualisht, dhe gjithashtu është e rëndësishme që të vazhdojmë me trajnimet jashtë vendit dhe të vazhdojmë me sytë në ajrët e çizmet në tokë për sigurinë e gjithëmbarshme, ku edukimi mbi sigurinë në njërin anë dhe mbrojtja gjithëpërfshirëse në anën tjetër do ta garantojnë jo vetëm në të tashmen, po edhe në të ardhmen afatmesme e afatgjatë sigurinë e Republikës sonë dhe të qytetarëve të saj. Të nderuar qytetarë, të dashur anëtar të Këshillit të Përgjithshëm, lëvizja e vendosje vazhdon me qenë bindshëm e para, por ju e patë që betejë nuk është më midis subjekteve, po të gjitha ata bashkë kundër neve. Tash ata qëndruan 10 muaj bashkë për ta pamundsuar qeverinë e vetëvendosjes, nuk e pranuar një qeveri Kurti 3, nuk e pranuar një qeveri Konjufca 1, tani që refuzuan bashkëpunimin me neve dhe luftuan edhe themelimin e kuvendit, betejë e tyre e ka gjetur duket një armik të ri, e kjo është mërgata jonë. Dhe kjo luftë ndaj tyre nuk ka filluar sot. Në zgjedhjet e kaluara kemi dëshmuar se ka parregullsi dhe manipulime të votave me postë, por që prokuroria nuk u mor asnjëherë me ta. Në takimin ton për caktimin e datës, të gjithë një zëri e kundërshtuan 28 dhjetorin. Fillimisht thoshin 7 e 14 dhjetor, kur e panë që kjo është objektivisht e pamundur, insistonin të 21 dhjetori. Pra thjesht dëshironin që mërgatat mos votoj. Si mund t'jesh i gëzuar që nuk po voton ai i cili e ka lënë vendlindjen jo nga qefi, po nga zori. Qoftë nga persekutimi politik apo nga skamja ekonomike. Si mund gëzohesh që ata nuk do të votojnë? E kjo është situata pra në cilën ndodhemi ne, dhe kjo është për shkak të frigës që e kanë nga mërgata. Nuk duan që mërgata të jetë pjesë e vendimarrjes dhe prandaj e kërkonin aman çfarë do date tjetër përveç datës 28 dhjetor. Të njëjtit të dashur qytetarë, pra PDK, LDK, AK, Lista Serbe, kanë votuar që t'ja mundsojnë mërgatës votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë votuar kundër që t'ja mundsojnë të votojnë në hapësira shtesë. Ambasadat tona kanë organizuar hapësira shtesë në mënyrë që mërgatat ta ketë këtë mundësi të marrë pjesë mas më të madhe, por të votuar fizikisht jashtë vendit, por subjektet opozitare ne dim që e pamundsuan këtë në vitin 2021. Sot më në fund kjo miratua, por PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe votuan kundër.
Pra për kundër votimit të tyre kundër u miratua hapësira shtesë për votime edhe jashtë ambasadave, konsulatave që fizikisht e bëjnë të pamundur fluksin e qytetarëve tonë atje. Njëkohësisht Djen KQZ votua për t'u vështirësuar mërgatës edhe mundësinë minimale të votimit me postë. Kujtojmë që në balotazhin e 9 nëntorit, tash si vjet pra, mbi 60% e mërgatës të regjistruar nuk arritën të votojnë për shkak të vonesave të rënda në dërgimin e zarfeve, shumë prej të cilëve po arrin qytetarëve edhe 2 javë pas mbylljes së procesit zgjedhor. Në vend se ky dështim të shërbente si mësim për ta lehtësuar procesin, u tentua përsëri të pamundësohet votimi përmes postës, duke u refuzuar dërgimi elektronik i fletvotimeve të enkriptuara me 12 dhjetor, një procedurë e cila do t'i mundësonte mërgatës votonte me kohë deri me 27 dhjetor, pra të shtunën një ditë para se mbahen zgjedhjet. Tash komunikimi zyrtar me sekretariatit të KQZ-s dhe shërbimeve postare, publike e private, konfirmon se dërgimi fizik i fletvotimeve nga Kosova është shumë vështirë i realizueshëm. Shumica e zarfeve nuk arrin para datës 5 janar. Në thelb të dashur qytetar, kjo opozit po e pengon votën e mërgatës, të drejtën e mërgatës për të votuar e që është e drejtë kushtetuese. Dhe fatkeqësisht këtë po e bën në sinkronizim me listën serbe. Përputhja në votime e opozitës kosovare me listën serbe përbesë është e frikshme. Pra nuk është duke ndodhur ky sinkronizim veç në Kuvend të Republikës, ku votonin kundër Albulenës, votonin kundër meje, votonin kundër Glaukut, e veç vrejnë me kujdes. Kur ishte në pyetje lista serbe, maksimumi kundërshtimit tyre është abstenimi. Këta kundër listës serbe nuk votojnë. Maksimumi është abstenimi. Ndërkaq zelli me të cilën votojnë kundër Albulenës, Glaukut dhe meje. Ky sinkronizim Kuvend të Republikës në fakt është i përcjellur edhe institucione tjera, siç është Komisioni Qendror Zgjedhor. Prandaj këto zgjedhje janë te e rëndësishme dhe nevojitet syçelësi dhe nevojitet pjesëmarrje masive. Në thelb ne po përpiqemi që ta bëjmë maksimumin, por ju e dini shumë mirë që çelësi i përfaqësimit në këto institucione nuk është sipas fuqisë politike apo popullore, po sipas numrit të entiteteve aty. Nga 11 antar në KQZ, vetëm 2 janë vetëvendosës. Merrni me mend. E ata 2 janë caktuar pasi që i kemi fituar 50.3% të zgjedhjeve. Pra ke gjysmën e popullsisë e nuk i ke as 20% të përfaqësuesve në Komisionin Qendror Zgjedhor. Në këtë vazhdim të përpjekjeve të opozitës për t'ia pamundsuar mërgatës ushtrimin e drejtës votës, dëmi që po i shkaktohet Kosovës është i madh dhe i shumëfisht. Unë nuk e kuptoj plotësisht pse zhvillohet një betejë kaq e madhe kundër një pjese kaq të vlefshme të kombit tonë. Të gjithë ne kemi familjar në diasporë. Nënkryetari Glauku e ka vëllau në Gjermani, unë e kam vëllau në Suedi, cili do prej jush e ka një vëllau, një motër në mërgat, në mos edhe më shumë se aq. Edhe ne e dim sa i madh është kontributi i gjithë diasporës tonë, të cilën e njohim shumë mirë. Ata nuk janë barë, por janë vlerë e shtuar për vendin tonë. Shtëpit, pronat, investimet dhe rrënjët e tyre në Kosovë i bëjnë ata pjesë integrale të këtij shteti. Dhe për këtë arsye drejta e tyre për të votuar nuk është luks, por obligim kushtetues që duhet ta respektojmë secili. Kush e lufton mërgatën është i humbur që në fillim, sepse kjo betejë nuk do t'i dobësojë ata. Përkundrazi, i mobilizon dhe i forcon. Është e pakuptim që të kërkohet kontributi financiar i mërgatës, por të mohohet e drejta themelore e votës. Ky standard i dyfisht nuk mund pranohet, mirë që e bën të qartë se çfarë mendojnë ata. Me 28 dhjetor, mërgata duhet të tregoj pa qartë se çfarë mendon për këtë sjellje të tyre. Ky është realiteti, mërgata nuk mund trajtohet si burim i mjeteve, e jo si qytetar me të drejta të plota. Dhe përgjigjja e tyre do të jetë paqë qartë sa edhe padrejtësia e cila po ju bëhet. E dashur mërgat, ne jemi këtu, ne do të jemi këtu, unë jam e do të jem këtu. Tani te ne do të mund ta gjeni partnerin
për çdo hap të përbashkët. Kosova është vendi juaj po aq sa yni dhe dyert e saj janë të hapura për ju, për festat, për familjen dhe për zgjedhjet. Ne nuk ju ndajmë, por ju mirë presim dhe do t'i mbrojmë të drejtat tuaja sot dhe gjithmonë. Të dashur qytetar, sot që qëndroj para jush si kandidat për kryeministër, ky besim është përgjegjësi e madhe dhe zotim që unë të ta kthej në punë, për kushtim dhe vendosmëri për ta çuar përpara Republikën tonë. Nuk kanë qenë vite të lehta, por besoj që jemi forcuar në këto kohra të vështira. Çdo hap i qeverisë është luftuar, çdo reformë është kundërshtuar dhe çdo përpjekje për të vendosur rend, ligj e drejtësi në këtë vend është sabotuar vetëm atëherë kur ose u ka ardhur tepër turp ose kanë pasur objektivisht të pamundur, nuk kanë bërë gjë. Janë bashku PDK, LDK, AK, Elisa, Sërbe në çdo blokad, nga konstituimi i institucioneve, te ligjet ndërkombëtare, te buxheti, te reforma në drejtësi, te fondi sovran i Republikës së Kosovës, e sfundi kanë kërkuar ta pengojnë edhe mërgatën pra që të votoj. E gjithë kjo është betejë për pushtet e jo për shtet. Por edhe përballë për këtyre pengesave, ne kemi treguar se shteti funksionon kur udhhiqet me vullnet të fortë, me ndërgjegje të pastër dhe me prioritet qytetarin. E kemi luftuar krimin dhe korrupsionin dhe aty ku dikur ishte i paprekshëm, ne kemi arritur ta bëjmë eliminimin. Është dyfishu ekonomia, është rrit punësimi, janë mbështet fermerët, mjekët, arsimtarët, nxënësit e studentët, policët e ushtarët, dhe janë liberalizuar vizat, janë rritur pagat e pensionit dhe është vendosur standard i ri i qeverisjes. Këto nuk janë thjesht fjalë, janë fakte. E tash para nesh e kemi një kapitull të ri, ajo që kemi bërë është vetëm fillimi, zotimet tona janë të qarta për një Kosovë të zhvilluar, të drejtë, të fortë, me ekonomi moderne, me energji të pastër, me arsim cilësor, me shëndetësi më të mirë edhe me siguri të garantuar e me institucione të cilat janë të papërkullura ndaj krimit e korrupsionit. Kjo është amaneti i brezave para nesh dhe obligimi ynë ndaj brezave që vinë. Unë do t'jemi hapur për bashkëpunim edhe me përfaqësues të komunitetit serb, por vetëm kur ata punojnë për interesat e serbëve. Lokal, me projekte konkrete, me ide që përmirësojnë jetën e tyre dhe me nisma që u shërbejnë komuniteteve. Por asnjëherë kur përfaqësojnë planet ogurzeza të Vučićit e të Radojčićit. E kemi pikërisht shembullin e ministrit Nadrašić dhe të partisë së tij që kanë bërë më së shumti si askush para tyre për mirëqenjen e komunitetit serb nga pozita në ekzekutiv. Gjithashtu do të vazhdojmë me ndere për kushtim bashkëpunimin me komunitetet jo shumicë jo serbe, me të cilët kemi ndërtuar projekte të panumërta nga punësimi te bursat, te mundësitë e reja për shkollim, sepse kjo është Kosova që ne e duam, gjithëpërfshirëse, dinjitoze, e drejtë dhe e barabartë për të gjithë. Do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe me aleatët tonë, me NATO-n e Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lidhjet tona janë ndërtuara mbi vlera, mbi zhvillim, mbi partneritet të sinqert. Presim heqjen e masave të padrejta, siç është premtuar,
presim antarësim në Këshillin e Evropës, sepse i kemi plotësuar të gjitha kriteret dhe kemi mbështetjen e asamblesë, dhe presim marrjen e statusit kandidat të Bashkimit Evropian, sepse Kosova prin në demokraci e reforma në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Populli ynë ndër më të lashtë e këtij kontinenti, edhe vendi ynë qëndron në zemër të Evropës. Prandaj, edhe rruga jonë është drejt Bashkimit Evropian, aty ku e kemi vendin edhe historikisht, edhe politikisht. Mua do të më keni gjithmonë gati me të njëjtin përkushtim, sikurse ditën e parë, me të njëjtën energji dhe me po të njëjtin zotim ndaj vendit ton dhe qytetarëve të Republikës. Me besimin tuaj, do t'i çojmë përpara punët e mira, do t'i thellojmë reformat dhe do t'a ngrejmë Kosovën aty ku e meriton. Një shtet evropian, i drejtë, i zhvilluar, i fuqishëm, ku çdo qytetar ndihet krenar që është pjesë e tij. Bashkë me vullnet dhe vendosmëri, e bëjmë Kosovën që duam dhe që gjeneratat tona e meritojnë. Nuk ka dylem që zgjedhjet e 28 dhjetorit janë ndër betejat vendimtare politike për të cilat nevojitet një gatishmëri e madhe, e cila është jo thjesht politike, por sidomos organizative, me një punë të palodhshme strukturave dhe një disiplinë të jashtëzakonshme në rrjetin e aktivistëve ton, gjithandej në përlagje e fshatra, drejtues të strukturave në pika, në qendra, strukturat e rinisë dhe strukturat e grave, duhet me do e mos të kenë një plan konkret e dinamik dhe gjithëpërfshirës për sfidën që na pret për fitoren që e duam. Fushata një zyrtarisht me 17 dhjetor, por strukturat tona tashmë duhet të jenë fushat, sepse një farë mënyre ato duhet të jenë gjithmonë aktive e të organizuara në komunitetin ku bëjnë pjesë. Është tejet e rëndësishme që të jemi infrastrukturë përmes së cilës populli kontribon që Republika të vazhdoj progresin me qeverisin tonë të mirët ndershme. Derisa në këtë kohë informacioni radhëherë transmetohet i padevijuar, le të themi përmes kanaleve mediatike, e propaganda kundër qeverisë tonë është ndrruar në normë funksionimi, ne kemi diçka që oponentët tonë munden vetëm ta ndrojnë. Ajo është fuqia organizative për të komunikuar me popullin. Kudo nga qajtorët e fshatit, të secili vend ku komuniteti i lagjës së fshatit bëhet bashk, aktivisti i vetëvendosjes është aty, i pajisur me informacionin e drejtë e të padevijuar kundër propagandës, kundër të pavërtetave, për të folur për çdo preokupim qytetar. Shtabet tona lokale dhe secili departament duhet punoj sa më shumë e të jenë sa më gjithëpërfshirës. Në organizatë, sikurse në çdo organizim, është e rëndësishme përveç se të punojmë shumë individualisht, gjithashtu të ndajmë sa më shumë detyrat e të punojmë në mënyrë ekipore. Pra, jo vetëm punë shumë, por punë shumë për shumë veta. Sa më shumë njerëz të angazuar gjithandej vendbanimeve, do të thotë aq më mirë e aq më lehtë për të gjithë. Departament i veçantë e fort i vlefshëm për këto zgjedhje është departamenti i Mërgatës. Bashkëdhetarët tonë këtë herë si asnjëherë më parë do t'i presim e do t'i mirë presim këtu në Kosovë për festën e madhe të fundvitit, e cila këtë vit për dallim nga vitet e tjera nuk fillon me 31 dhjetor, po me 28 dhjetor. E ndërsa ata që nuk mund të vinë të votojnë në Kosovë, munden nga sot deri me 6 dhjetor, pra të regjistrohen që të votojnë në ambasada e konzulatat tona apo edhe me post. Ditët e orët në vijim, le të angazhohemi sa më shumë, të punojmë sa më mirë për fitoren e madhe që i duhet Republikës më shumë se kurdoherë. Para 3 javëve, unë e propozova para jush mandatarin për formimin e qeverisë Republikës Kosovës, Glau Konjufsën. Sonte, Glau Konjufsa më propozoi mua. Glauku, Glauku, Albulena, Dimali dhe cili do tjetër. Na jemi krejt bashkë lëvizjen vetëvendosje dhe ata që janë bashkuar kundër vetëvendosjes sepse duan të vendosë dikush tjetër, besoj që do ta marrin mesazhin e qartë pikërisht me 28 dhjetor, atëherë kur vendos populli, të cilët ne i shërbejmë. Faleminderit të gjithëve secilës për besimin tuaj.